Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar të shikuesja, kur I takuam sërish në ciklin e emisioneve shpjegimi I haditheve profetike. Jemi sonte me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaj. Mirë se erdhët hoxhë I nderuar. Mirë se gjetëm. Hoxhë I nderuar, ne tashmë kemi bërë traditë para se teleshikuesit të kuptojnë shpjegimin e hadithit dhe fillojmë me tekstin e hadithit, inshallah më pas vijojmë me shpjegimin e tij. Po jemi sërish tek shtojca Ibn Rexhebit, Zoti e mëshiroft. Edhe faktikisht tema e sotme është tamam, si më thënë, temë aktuale edhe e nxehtë, sepse në botën, le të themi, në botën e muslimanëve shqiptar, shqipfolës kudo që janë, kanë atë problemin pak të trashëgimisë. Për këtë arsye edhe ky hadith, domethënë, është një hadith I cili vendos pikat mbi normat e trashëgimisë, pavarësisht se faktikisht Kurani e ka bërë një gjë të tillë, domethënë, dhe e ka sqaruar një gjë të tillë me detaje ndryshe se siç ka bërë në le të themi në obligimet e tjera. Hadithin e sotëm e transmeton Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu, pra një sahabi që ne e kemi trajtuar edhe më herët diçka mbi jetën e tij. Thotë se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Alhiqul fara'id bi ahliha", jepjani ndarjet në trashëgimi njerëzve sipas përcaktimit që ka bërë Zoti në Kur'an. Fa ma baqi, çfarë mbetet, fali eula rajulin dhakar. Mashkullit më të afërt nga gjaku, nga krahu I babait, domethënë. Normalisht kjo është një, le të themi, një normë shumë e detajuar brenda trashëgimisë, që thotë furud, pra le të themi përcaktimet kuranore, dhe pjesa tjetër që është el-asabe. El-asabe, do të thonë njerëzit që marrin le të themi atë pjesën e mbetur mbasi shpërndahen përcaktimet kuranore. Atë hadithi Ibn Abbasit është ky hadith I cili flet mbi trashëgiminë dhe thash është një hadith shumë aktual sepse disa njerëz kanë edhe paragjykime, po edhe ndoshta nuk e vlerësojnë ashtu siç duhet normën e trashëgimisë islame. Pra thjesht duhet kuptojmë që Islami është sistem I të jetuarit, normë për gjithë jetën. Kështu që nuk do të ishte normale që Islami këtë pjesë të rëndësishme të jetës, që është trashëgimia, mos kishte sjell le të themi alternativën e vet hyjnore nga Zoti I gjithësisë se si duhet të jetë. Dhe me të vërtetë, ndryshe nga mënyra se si le të themi meritohet trashëgimia apo mënyra se si bëhet shpërndarja e trashëgimisë tek të tjerët, tek të gjitha sistemet, Islami I jep drejtësinë, meritën, gjë që nuk e gjen askund tjetër veçse në Islam. O të nderuar, ju pak a shumë e tha që Islami është një sistem jete dhe duke filluar nga falja e xhenazës e më pas vijon me çështjen e trashëgimisë. Por para se të shkojmë ke trashëgimia, a përcakton legjislacioni islam, domethënë çështjen e borxhit ose testamentit? Po, gjithmonë, domethënë përpara se të shkojmë tek le të themi tek trashëgimia dhe ndarja e trashëgimisë, këshilla që jep Islami dhe porosia që jep Islami është thotë rregulloni problemet e borxhit të vdekurit. Që do të thotë gjëja e parë që bëhet përpara se të vihet në efikasitet çështja e trashëgimisë së tij, pra çfarë ka lënë personi, shihet borxhet që ai ka, sepse janë detyrime ndaj Zotit dhe ndaj njerëzve, që do të thotë nëse personi duke I lahen borxhet dhe njerëzit merren me trashëgiminë e tij duke e ndarë mes veti, do thotë që këtë njeri e ka lënë peng. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë njeriu në varrin e tij është peng I borxhit të tij, ose hadithi tjetër që thotë dëshmorit luftës I falen gjitha gjunahet përveç borxhit, ose hadithi tjetër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ofrua një xhenaze për t'u falur dhe u tërhoq pejgamberi sallallahu dhe pyetje, a ka lënë borxhe ky person? Than po, pejgamberi Zot ka lënë 2 dinar borxh. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falja në ju xhenazën, se nuk ka falë xhenazën këtij njeriu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, a e merr dikush borxhin e tij përsipër? Tha, ka ta dhe unë pejgamberi Zotit. Ja fali pejgamberi sallallahu alaihi wasallam xhenazën. Mas 2 javësh e takon katadën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në rrugë. Dhe thotë katadë, çfarë u bë me borxhin e filanit? Tha pejgamberi Zotit, sot sa ja lava borxhin. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atij sot I është ftohur lëkura në varr. Atij sot I është ftohur lëkura në varr. E nisa dhe e thash këtë gjë sepse ka njerëz që neglizhojnë të kjo pjesë, ose merren me trashëgiminë, ose Zot na ruaj, neglizhojnë apo injorojnë borxhlit, të cilët kanë fakte dhe argumenta për borxhin e marrë nga I ndjeri Zoti e mëshiroft. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Pra haku I njerëzve, gabimet që mund të kemi me Zotin e fal, po hakun e njerëzve Zoti nuk ta fal. Dhe kjo duhet theksuar dhe kjo duhet vënë mirë në mend, domethënë. Pjesa e dytë, që është pjesa e le të themi testamentit. Testament në kuptimin sheriatik, fetar, do të thotë porosia që lën
i vdekuri që një pjesë e pasurisë ti, jo e gjithë pasuria siç ndodh tek ne për shembull, vdes dikush dhe mund t'ia lejë gjithë pasurinë e tij dikujt. Kjo në Islam nuk është e lejuar. Në Islam testament mund të lihet deri në 1/3 e pasurisë. Ka pejgamberi sa ka thënë e thuluthu kathir. 1/3 dhe 1/3 është shumë. Pra ti nuk mund të lësh për bamirësi apo për njerëzit e tjerë diçka që është më shumë se sa 1/3 e pasurisë. Për këtë arsye, flasim në rregullat e Islamit, në momentin që kalon më shumë se 1/3 e pasurisë, atëherë pyeten trashëgimtarët. Nëse ato bien dakord, nuk ka problem. Nëse trashëgimtarët kundërshtojnë, atëherë personit në fjalë i jepet vetëm 1/3 dhe pjesa tjetër duhet shpërndahet patjetër tek trashëgimtarët. Pra, lahet borxhi para gjë. E dyta, çohet në vend testamenti dhe porosia e tij që nuk është kusht kjo e dyta të ndodhi patjetër përpara xhenazës. E treta gjë, duhet që shpenzimet e xhenazës, shpenzimet të hiqen nga trashëgimia të vdekurit. Pra nuk ka pse dëmtohen të gjallët për të paguar të shpenzimet e xhenazës, le të themi, të gjitha këto duhet të hequr nga trashëgimia. Në momentin që pastrohet trashëgimia nga borxhet, në momentin që përcaktohet qartë se çështja e testamentit të lënë nga i vdekuri dhe hiqen shpenzimet e xhenazës, atëherë në këtë rast pjesa e mbetur quhet trashëgimi e pastër dhe kjo trashëgimi e pastër padyshim mund të ndahet pastaj tek njerëzit, duke filluar sipas asaj që Zoti ka përcaktuar në Kur'an, siç do ta shohim në surën En-Nisa, që është një nga surat ku i Madhi Zot, domethënë i është futur shumë në detaj çështjet së trashëgimisë, për të na treguar neve se çështja e pasurisë është shumë delikate. Pra çështjet e pasurisë janë shumë delikate. Për këtë arsye dhe vetë Zoti mori përsipër që të detajojë çështjet e trashëgimisë islame në mënyrë që mos mbetet le të themi në mendimin e hoxhës apo të muftiut apo të dikujt tjetër. E ka përcaktuar Zoti sa merr babai, sa merr nëna, sa merr djali, sa merr vajza, sa merr vllai, sa merr motra në rastet kur nuk ka trashëgimtarë tjetër. Çdo gjë është e përcaktuar dhe çdo gjë është e mirë sqaruar. Hoxhë nderuar, ju pak a shumë e treguat domethënë çështjen e trashëgimisë, borxhet e testamentit, por si ka qenë domethënë trashëgimia para Islamit, duke i bërë një lloj analogjie me trashëgiminë që është sot në kohën tonë të ignorancës? Faktikisht në kohën para islamike do të thonë rregullat e trashëgimisë kanë qenë shumë të ngurta dhe shumë të pamëshirshme. Shumë të ngurta me kuptimin nuk pranonin që të kishte le të themi një lloj rregullimi, një lloj përmirësimi, që do të thotë femra në të gjitha rastet ishte e ndaluar nga trashëgimia dhe femra që i vdiste bashkëshortit ta shërgohej si mall. Sot na ruaj. Ndërsa në kohët e sotme kemi një gjë tjetër shumë të çuditshme, domethënë përjashtohen shumë trashëgimtarë nga trashëgimia, siç janë prindrit, apo vëllezërit kur e meritojnë, le të flasin sipas rregullit islam, dhe kur bëhet ndarja e pasurisë vjet përpjestimi i barazisë. Pra përjashtohen njerëz që meritojnë sipas Kuranit, sipas fesë, sipas besimit islam, dhe kur ndahet pasuria ndër trashëgimtar vjet shenja e barazisë. Normalisht që të dyja këto janë le të themi një lloj zullumi dhe padrejtësie, si e para xhailietit, si e xhailietit kohës sotme. Pra Islami, për këtë arsye tham, Islami ka dhënë gjithë secilit hakën që duhet, gjithë secilit atë që meriton. Babai sa merr, nëna sa merr, burri sa merr, gruaja sa merr, fëmijët sa marrin, djemtë sa marrin, vajzat sa marrin, nëse janë vetëm vajza, si bëhet ndarja e pasurisë, e kështu me radhë çdo gjë me detaje përcaktuar. Hoxhë nderuar, është e vërtetë domethënë që dia e parë që do largohet nga kjo botë është dia e trashëgimisë, pra njerëzit nuk do të fillojnë të gjykojnë sipas shariatit islam në lidhje me trashëgiminë, por ato do ndjekin këto zakonet e ignorancës. Po, për këtë arsye thot autori i Rahabijes, wa annahu awwalu ilmin yurfa'u fil ardi hatta la yakadu yujadu. Është dia e parë që do të ngrihet nga toka derisa mos të ekzistojë më. Pra me kuptimin, duke qenë se është një dije që ka të bëjë me le të themi me llogarit, aritmetikën, duke qenë se është një dije që ka nevojë të jesh i njohur me të gjitha detajet dhe mënyrën se si kombinohen gjërat, është e vështirë. Për këtë arsye domethënë pejgamberi sa semu ala si amanet, le të themi sahabe, që më i ditur në mesin tuaj është Zeid ibn al-Harith, i cili domethënë ka qenë le të themi mësuesi i trashëgimisë islame dhe prej tij është transmetuar pastaj brez mas brezi çështja e trashëgimisë islame. Për këtë arsye edhe sot për shembull po të shohësh
edhe le të themi dietarët, nuk janë gjithë specializuar në çështje e trashëgimisë. Mund të japin fetva për një detaj të caktuar, po jo që të merren me trashëgiminë ose me ndarjen e trashëgimisë. Edhe ndër hoxhallarët, për shembull, le të themi, mund të jenë 2 ose 3 ata të cilët arrin të bëjnë ndarjen e trashëgimisë. Për gjë interesante, për shembull, kemi pas një profesor në Medinë, një herë i vjen një çështje te një trashëgimie të pandar para 150 vitesh. Dhe hoxhës i mori kohë vetëm një gjysmore dhe trashëgiminë e para 150 viteve e ndau qysh llogaritet disa breza për një gjysmore dorëzoi, sepse gjykatësi i Medinës, domethënë çështjen e hale, domethënë e çoi tek hoxha i trashëgimisë dhe ai i bëri ndarjen dhe ja çon gjykatës dhe gjykatësi thjesht ka vënë vulën mbi atë që gjykoi hoxha. Që do të thotë nuk është e lehtë domethënë këtë temë, sepse duhet dish ka njerëz që bllokohen, ka njerëz që nuk meritojnë, pavarësisht të themi është le të themi vllai i vdekurit, por në momentin që është djali i gjallë, do të thotë se vllai pezullohet, pra bllokohet. Pra jo në gjitha rastet trashëgimia është siç mund ta mendojë njeriu, por ka një normë përcaktuar. Për këtë arsye, për gjërat më interesante që ka Kurani, famëlart, është fakti që për shembull kur thot Zoti në Kur'an, fali namazin nuk jep detaje. Që ne e dimë që gjë e më e rëndësishme në botë për muslimanin është namazi i tij. Kur thot për zekatin nuk jep detaje, ndërsa i kanë dhënë detajet në hadith, pa i ka sqaruar pejgamberi sa ka sabau, sa ka dreka, sa janë sunetet, sa janë farzet etj. Po kështu edhe le të themi shtyllat e tjera të Islamit. Ndërkohë kur bëhet fjalë për trashëgiminë islame, Zoti thotë yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhal unthayn, nëse dikush vdes për ju të ka lënë prindërit e tij marrin. I ka sqaruar Zoti me detaje. Sepse çështja e pasurisë, si thajta, pasuria është me shpirtin. Pasuria është me shpirtin, tregohet si shaka, i thot një herë hoxha xhamatit jepni, thot se është një rast që duhet më dhon. Edhe njerëzit nuk po lunen. Ora tha un, po i them ta jepni lek, s'po ju kërkoj shpirtin, tha njëri tha është më mirë ta kërkosh shpirtin se sa lekët. Pra çështja e lekëve dhe e pasurisë është e vështirë. Për këtë arsye thot Zoti në Kur'an, "Me ju ka shuha nafsihi, fa ulaika humul muflihun." Tha kush shpëton prej ngërthimit vetvetes ti, prej kooperativës vetvetes, prej dëshirës së ngërthimit të pasurisë kësaj bote, ai ka shpëtuar në të vërtetë. Pra domethënë se që ka shumë probleme madh, domethënë kjo dhënia mas pasurisë dhe mas është shkaku hoxhë nderuar që Allahu e fillon domethënë ajetet e trashëgimisë fillon me një kërcënim për zjarrin e xhenemit dhe gjithashtu në përfundim të ajeteve përcaktohet ai që gjykon me sipas ligjeve të Zotit me xhenetin dhe ai i cili nuk gjykon sipas ligjeve të Zotit përsëri kërcënohet me xhenemin. Pra në fillim të ajeteve të trashëgimisë përmendet zjarri i xhenemit dhe në fund të ajeteve të trashëgimisë përmendet xheneti dhe xhenemi. Sikur po na thot Zoti i Madh që ky është një kufi që nuk do ta kaloni kurrë dhe normat e mëposhtme do të thotë se kush i shkel ka zjarrin e xhenemit. Kush i zbaton do të fitojë xhenetin. Dhe është përmend xhenemi 2 herë dhe xheneti 1 herë. Pra si më thonë, njerëzit janë të predispozuar ta fitojnë xhenemin më shumë se sa xhenetin për shkak të padrejtësive që bëhen në emër të trashëgimisë. Hoxhë nderuar, në periudhën para islame, pra tek ato arabët e ignorancës pagane, do të thonë femra nuk trashëgonte. Sikurse ndodh sot në realitetin shqiptar që i thënë femrës ti ke shtëpinë e burrit, ti s'ke punë, shtëpia është e imja, më ka lënë baba, ose ai person që rrim me prindrit, e kupton, ai e merr pasurinë e trashëguar, ose ndodh ndonjëherë që dikush përdor dhe hile që rri shumë me babën, ja merr babës me testament pasurinë duke lënë vllajin tjetër pa pasuri. Si është gjykimi në Islam? Nuk ka dyshim se domethënë Islami, siç e përmendëm, domethënë norma bazike në trashëgiminë islame është drejtësia. Për këtë arsye gjejmë domethënë që Islami, shariati, domethënë feja e Zotit, i jep gjithë secilit hakun që meriton. Dhe në këtë rast, femra, vajza, nuk është siç thuhet në Shqipëri, apo siç përdoret që thotë e ka tek burri i saj, vajza. Jo, ne themi e ka tek babai i saj, se ky baba është edhe babai i kësaj goce, i kësaj vajze, nuk është vetëm babai i djemve. Dhe ajo ka hakun e vet në pasurinë e prindit të saj, në pasurinë e babait të saj. Kështu që e ka tek burri, ka shtëpinë e vet, ka bukën e vet, gjitha këto janë terma ignorance, paganizma të trashëguara dhe ne thjesht i kemi dhënë ngjyrim islamik ndoshta apo fetar. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë që ju përmendet dhe që është shumë problematike, që është thot shtëpia le të themi, ose tokat i takojnë atij me cilin ka jetuar babai. Kjo nuk është vërtet në Islam.
Dhe kjo nuk është korrekte sipas Islamit. Pse çdo fëmijë e ka për obligim ta mbajë prindin. Pra një fëmijë që ka mbajtur prindin nuk është se ka bërë wow diçka kush e di se çfarë. Ka bërë një detyrë që ja ka ngarkuar Zoti atij. Dhe përderisa ka bërë një detyrë që ja ka ngarkuar Zoti atij, ai nuk shpërblehet për të, por do ta shpërblej Zoti në ahiret, do ta shpërblej Zoti në xhenet. Kështu që këto lojrat që ose fjalët i takon fëmisë vogël ose fëmisë me të cilin ka jetuar prindi, të gjitha këto janë domethënë pazare, por nuk kanë lidhje me fenë e Zotit. E vërteta dhe e drejta është që i takon, si më thon, gjithë fëmijëve, gjithë djemve, gjithë vajzave të marrin nga pasuria e prindit. Po prindi, më falem, po vallall, prindi mundet që për shkak le të themi të lodhjes, të mundimit dhe stërmundimit që mund të ketë ndonjëri prej fëmijëve me të japi dhuratë në këtë botë diçka më shumë se të tjerët apo ndryshe nga të tjerët dhe vlerëson prindi, si më thon, mundin, lodhjen. Jo më shumë se 1/3 e pasurisë. Jo, në çështjen e dhuratës nuk ka problem. Domethënë mund të japi diçka. Mund të japë dhuratë gjithë shtëpinë. Po, tani dhurata në Islam është shumë më mirë kjo. Dhurata në Islam, kur prindi bën dhuratë, dietarët e Islamit e përcaktojnë, thotë duhet t'u japi gjithë fëmijëve. Por jo me barazi, me drejtësi. Që do të thotë, për shembull, le të themi një numër fëmijësh caktuar. Mirë, po njëri prej tyre, për shembull, le të themi ka fëmijë sakat. Do të thotë fëmijë sakat ky do të shërbejë etj. Tani unë nuk mund ta barazoj një fëmijë tim, për shembull, që ka fëmijë sakat me një djalë që e kam tani në të mesmen dhe ka akoma jetën përpara. Nuk mund të krahasoj të dy. Patyshim që këtij do të jap më shumë sa këtij tjetrit, ose një që ka shumë fëmijë, tjetri sapo është martuar, nuk mund të bëj barazim. Pra duhet të kthehemi tek sensi, tek përkufizimi i drejtësisë. Kështu që prindi, po, mund të vlerësoj, le të themi, pamundësinë e njërit prej fëmijëve, shërbimin, lodhjet dhe mund të japi diçka. Pastaj jo mos më dhën të tjerëve. Se si tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Beshirit, pati një debat ai me gruan e tij kur i dha diçka njërit prej fëmijëve. I tha, a të gjithë fëmijëve ju ke dhënë? Tha jo, atëherë thotë jepu të gjithëve ose përndryshe unë nuk bëhem dëshmitar i padrejtësisë. Sa erdhi për të marrë miratimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk bëhem dëshmitar i padrejtësisë. Kështu që kjo është çështja, domethënë, mundet prindi ta vlerësojë njërin prej fëmijëve dhe t'i japi diçka, ama nëse mbetet trashëgimi, atëherë nuk ka mbaruar gjithçka. O xhendëruar, unë pak a shumë e përmenda pak të hilen, domethënë hilen që përdorin disa njerëz për mbushjen e menjeve dhe manipulimit. Në një rast, për shembull, në një qytet në Shqipërinë veriore, nuk po e përmend, do të thonë vllai nuk e kishin si zakon që vllai nuk e jepte motrës. Dhe ajo hilja që përdorshin këto për mos ia dha motrës ishte, domethënë, që shiko sa burrë kishin kamufluar hilen, thoshin që motra e do aq shumë vllain sa nuk ka nevojë për pasurinë e trashëgimisë. Ose bëjnë këtë tjetrën që thonë, domethënë e vënë motrën në siklet në syt njerëzve. Po, e vënë siklet, ju thonë nuk do flasësh për gjallë për vdekje, qofse ti s'ma jep mu pasurinë. Domethënë muhabete të tilla ose ka edhe gjë tjetër që thonë kalon me amanet. E kalon me amanet që ta marri filani për shembull. Në këto raste, është ajo puna e amanetit, kur çohet në vend amaneti. Në këto raste kur ka padrejtësi dhe kur amaneti bie ndesh me rregullat fetare, amaneti në këto raste nuk çohet në vend. Pra edhe pse mund ta ketë lënë me amanet ai, me të vërtetë ai ka thonë amanet u alej për shembull që shtëpinë mas vdekjes time ta marrë fil. Për shembull, ky lloj amaneti në momentin që bie ndesh me shariatin, pse thot la wasiyata li warith. Nuk lejohet të lësh testament për trashëgimtarin. Trashëgimtarit e ka dhënë Zoti hisen. Nuk mund t'i japësh ti hise trashëgimtarit. Ti mund t'i japësh trashëgimtarit para vdekjes, t'ia bësh dhuratë. Okej, kjo është puna jote dhe duhet të jesh i drejtë me të tjerët. Kjo është pjesa jote, ke borxhe përpara Zotit. Ama mas vdekjes nuk ka testament. Mas vdekjes nuk ka amanet për trashëgimtarin. Sidomos kur është diçka me vlerë, se mund të lesh amanet për shembull stereolapsin, mund të lesh amanet libra, diçka që përfiton, për shembull ky fëmijë merret me dituri dhe ti ja lën libra fëmijës që merret me dituri, kjo është çështje tjetër. Po flasim kur ka të bëjë me vlera monetare, kur ka të bëjë me pasurinë e lënë nga i ndjeri, nga i vdekuri ose e vdekura, se mund të jetë i vdekuri dhe grua, për shembull mund të vdesë nona përpara babës, që do të thotë edhe babai merr prej trashëgimisë së saj. Sepse për shembull në vendet tona nuk ekziston fare kur vdes gruaja që të ndahet pasuria tek njerëzit. Absolutisht. Pra kemi dy prindër, bab, nën, kemi fëmijët, edhe kur vdes nëna për shembull, dhe ajo ka pasuritë e veta, të gocnis, si më thën, nuk bëhet fjalë që pasuria e nënës ndahet mes babës edhe kujt, fëmijëve. Pasuria shkon direkt ke baba, ai e menaxhon. Fetarisht kjo është e gabuar. Kjo pasuri duhet ndarë
mes babës, mes fëmijëve dhe ndoshta babait nënës i cili mund të jetë akoma gjallë, për shembull, le të themi, ja. Kështu që domethënë thjesht e dhash këtë detaj për treguar që çështja e trashëgimisë duhet të pyesim për të. Pra mos bëjmë ne le të themi atë opinionistin fetar dhe t'japim ne mendime. Kjo është një çështje që referohet te kozha, siç referohet te kozha kur vdes dikush, siç referohet te kozha kur ke problem me abdesin apo me namazin, referohet te kozha tek çështjet e trashëgimisë islame. O gjendëruar, ne folëm në lidhje me kur vajzës i hiqe e drejta, pra në periudhën pagane para islame, por në rastin kur vajzës domethënë i jepet e drejtë sa djalit. Pra siç ndodh në disa legislacione të ndryshme. Atëherë çfarë gjykimi është ose si duhet veprojë muslimani në këtë raste? Muslimani në këtë raste padyshim duhet zbatojë Kur'anin, fjalën e Zotit. Kur'ani thotë lidhekeri mithlu hadhil unthayayn. Djali ka 2 hise dhe vajza ka 1 hise. Kjo është e vërtetë dhe kjo është e drejtë. Sepse ngarkesat dhe detyrimet që ka djali në jetë janë shumë më të mëdha se sa ngarkesat që ka vajza. Për këtë arsye ndahet 2 hise me 1 hise. Si duhet veprohet në këtë rast për sa përket legislacionit? Ka një normë ligjore që është le të themi ndërmjetësimi dhe kjo rregullohet nëpërmjet një akti ndërmjetësimi ku të dyja palët, pra djali dhe vajza, bien dakord sipas kësaj ndarje, pra 2 me 1 hiset për çdo gjë, edhe firmosen nga të dyja palët, vuloset nga ndërmjetësuesi dhe kjo ka ligjin e gjykatës shkallës parë, me të mund të shkojnë në hipotekë, me të mund të shkojnë në përmbarim dhe kudo, pra ka forcë ligjore. Ose shkohet tek noteri dhe ata përpara noterit bien dakord që ne pasurinë e lënë nga babai do ta ndajmë në këtë formë dhe kjo pastaj është e fortë ligjërisht. Nëse ne për shembull le të themi kemi trashëgimtar që nuk pranojnë këtë lloj ndarje dhe çështja shkon le të themi tek ndarja le të themi e barabartë mes djalit dhe vajzës, atëherë në këtë rast ne nuk kemi mëkat për këtë ndarje që është bërë, jo, ashtu siç duhet sipas ligjit të Zotit, por ai që ka marrë pjesë më shumë se sa i takon, ka marrë nga zjarri i xhehenemit. Për këtë arsye ne tham, Zoti në ajetin kuranor kur flet për trashëgimin, 2 herë ka folur për xhehenemin dhe 1 herë ka folur për xhenetin, sepse njeriu është i prirur që kur bëhet fjalë për pasuri të tundohet të dalë nga vetja e tij. Siç mund të jetë ky rast që shfrytëzon ligjin për të marrë atë që e ka haram. Allah të shpërbleftot. Amin. Të nderuar teleshikues, shkëputemi për pak minuta dhe i takohemi në pjesën e dytë të emisionit. Të nderuar teleshikues, kur i takuam sërish në pjesën e dytë të emisionit, jemi me Hoxhën e nderuar Imamin Ahmet Kalaj. Hoxhë nderuar, e lam posaçërisht tek pjesa që femra në traditën e sotshme merr domethënë barazisht në mënyrë barabartë me burrin. Ndërkohë që në Islam përcaktohet që femra ka një përcaktim thyesor ose një standard tjetër në marrëdhëniet me vëllezërit e saj, me babain e saj ose me fëmijët e saj. Domethënë, kush është urtësia e kësaj dhe si e përcakton Islami këtë pjesë? Faktikisht, domethënë, po të futemi në detaje, ne kemi 2 gjëra këtu. E para tek djali dhe vajza. Pse është përcaktuar në këtë formë? Djali, siç e tham edhe pak më herët, ka më shumë përgjegjësi në jetë, ka më shumë detyrime në jetë. Sepse femra e cila le të themi martohet, përgjegjësia dhe kujdestaria e saj për familjen e peshën ekonomike të familjes e ka bashkëshorti, e ka burri. Kurse në këtë rast shtylla e shtëpisë është djali. Për këtë arsye edhe sheriati e ka përcaktuar 2 hise me 1 hise. Ndërsa thënia se femra në trashëgiminë islame merr sa gjysma e mashkullit, kjo nuk është e vërtetë. Ose shifër thyesore në krahasim me mashkullin nuk është e vërtetë. Pse? Kemi afërsisht dietarët e Islamit kanë arritur në 15 raste të trashëgimisë islame që femra merr më shumë se sa mashkulli. 15 raste. 15 herë femra në krahasim me mashkullin merr më shumë se sa ai. Gjë që tregon se nuk është, pra sheriati nuk ka parë gjinin kur ka përcaktuar hiset e trashëgimisë, por ka parë meritën se si. Ka parë meritën se si. Për shembull kemi rastin kur kemi baba, ka lënë babain, ka lënë dhe nënën dhe s'ka fëmijë. Kush merr më shumë? Për shembull një nga rastet. Pra kemi 15 raste. 15 raste në Islam ku femra merr më shumë se mashkulli. Pra Islami nuk ka, le të themi, nuk ka injoruar gjinin apo nuk ka zhvlerësuar gjinin femërore. Jo. Islami ka dhënë hakun aty ku duhet dhe hakun aty ku duhet prap. Kështu që i është dhënë gjithsecilit pjesa që meriton, hisja që meriton duke pas parasysh përgjegjësitë dhe kontributin. Përgjegjësitë që kanë jetë dhe kontributin për këtë gjë që ka ndodhur deri më sot.
Kështu që sheriati domethënë i ka dhënë hakun gjithçkaje dhe aty kur i ka dhënë ndoshta le të themi disa raste hise më shumë mashkullit, do të thotë se përgjegjësia dhe detyrimet e mashkullit në këtë lloj situate kanë qenë më të mëdha. Hoxha, si e përcakton Islami atë strukturën familjare të trashëgimisë? Pra si përcaktohet në Islam kjo strukturë? Do të thonë kush merr prej trashëgimisë, do të thonë në momentin që ekzistojnë fëmijët, në momentin që ekzistojnë mbesat ose nipërit, a merr xhaja, a merr daja, a merr teze, a merr halla. Me thënë drejtën, pra ka një strukturë të atij. Ka faktikisht futja në detaje ndoshta edhe teleshikuesit do t'i lotë. Pra kemi raste kur trashëgimtar ata që marrin gjysmë, për shembull, thotë ai el-warithuna min ar-rijali 10 asma'uhum ma'rufatun mushtahira. Emrat e trashëgimtarëve nga meshkujt janë 10. Emrat e tyre dihen. Ai është babai dhe sado që të ngjitet lart, djali dhe sado që të zbresi poshtë, vllai dhe vllai, domethënë qoftë vlla me babë dhe me nën, apo qoftë vlla nga babai, apo qoftë vlla nga nëna. Pastaj vjen xhaxhai, sado që të zbresi dhe sado që të zgjerohet. Pastaj vjen djali i xhaxhait. Pra janë 10 emra trashëgimtarësh, le të themi, prej po kështu djali i djalit kur mungon djali e kështu me radhë. Kemi trashëgimtarët nga femrat, për shembull trashëgimtarët nga femrat kemi për shembull nënën dhe kemi motrën. Motra mund të jetë edhe motër nga babai apo domethënë motër nga babai. Kemi motrat kur janë pa vëlla, kanë një formë tjetër mënyrë se si ndahet. Kemi vajzën e djalit nëse djali mungon. Ndërsa djali i vajzës, nëse mungon motra, nëse mungon bija, konsiderohet i bllokuar, pra sepse çdo degëzim që vjen nga një femër, me femrën mbyllet, pra nuk mund të shkojë më poshtë. Pra janë disa detaje, ata që meritojnë gjysmën, ata që meritojnë 1/4, ata që meritojnë 1/3, kush bllokon tjetrin. Pra për shembull le të themi ekzistenca e fëmijëve bllokon gjithë trashëgimtarët përveç babait dhe nënës. Për shembull le të themi për rregullave. Kështu që janë detaje, domethënë që kam frikë se ato teleshikuesit do t'i lodhin, po faktikisht domethënë ka edhe një skemë shumë bukur. Ndoshta edhe koha nuk premton që mund ta bëshim një skemë, domethënë se si kurdes, domethënë se si bëhet ndarja dhe se si bëhet përjashtimi. Për shembull, ka vdek një person dhe ka lënë nënën, le të themi ka lënë për shembull babain, ka lënë një djalë dhe një vajzë. Si ndahet trashëgimia, duke qenë se babai merr 1/6 dhe pjesa e mbetur mbetet mes fëmijëve, atëherë trashëgimia ndahet në 5 pjesë, ndahet në 6 pjesë. Babait i jepet 1/6 dhe pesa ndahet mes fëmijëve. Po duke qenë se pesa këtu kemi një çun edhe një gocë, atëherë pashuria do të ndahet në 3 hise, po pesa nuk futet tek treshi. Atëherë çfarë bëjmë? 6-ën e shumëzojmë me 3. Atëherë i bie që babait marri 3 dhe pjesa tjetër 15 ndahet mes çunit dhe gocës. Çuni merr 10 hise, goca merr 5 hise. Kjo është detaj që është mirë që teleshikuesit tanë le t'i shohin më shumë dhe t'i kërkojnë se si janë tabelet, sa janë më të vërtet gjë fantastike. Ka raste ka raste që tabela e trashëgimisë shkon e gjatë shumë, një faqe shkon. Sepse dikush për shembull ka ndruar jetë, bllokohet, tjetri mënyrës mund të jetë një thys shumë e lartë, do të shumëzohet. Kam pas rastur një herë që e kam shumëzuar shifrën e parë me sa më mend me 24. Pastaj është bërë ndarja mbas një shumëzimi me 24. Hoxha nderuar, domethënë sot shkenca ka zhvilluar aq shumë sa që ka aplikacione, kam një aplikacion në celularin tim, i cili mjafton vendosësh se çfarë ka lënë i vdekuri dhe ajo të përcakton edhe shumën e pasurisë dhe të përcakton për secilin person, të përcakton se sa i takon atit. Por a nuk do ishte e mira për shembull që në Shqipëri ose në trevat shqiptare të ngrihesh një komision për hoxhallarëve në mënyrë ndërmjetësimit të gjykimeve të tilla? Për efekt domethënë që kur dikush ka një çështje të ndërlikuar, atëherë ai e përcakton me këtë këshill? Faktikisht kemi dy gjëra interesante tek trashëgimia islame dhe tek ndërmjetësimi në përgjithësi. Kemi shumë hoxhallar që kanë fituar licencën e ndërmjetësimit dhe e bukur është se tek licenca e ndërmjetësimit nuk është kusht se si gjykon ndërmjetësuesi. E rëndësishme është që gjitha palët bëjnë dakord dhe të firmosin. Kjo është e bukur tek ndërmjetësimi dhe tek arbitrimi njëkohësisht. Dhe gjëja interesante është se kemi për hoxhallarëve shumë të specializuar, për shembull nuk them se jam shumë i specializuar, por kemi për hoxhallarëve që janë shumë të specializuar në çështjet e trashëgimisë, që si më thon mund të ta japin fetvan në moment, pa pas nevojë me fut tek aplikacioni jot.
Okej, me që juve përmendni aplikacionin, unë do t'ja tregoj, domethënë edhe xhallarëve tjerë, po edhe juve që ta kenë në celular, ndoshta një ditë ai mund të bëhet edhe në gjuhën shqipe. Shumë interesante dhe shumë e bukur. Ju bashkë me kompaninë tuaj mund ta përktheni në gjuhën shqipe dhe mund t'i ofrohet besimtarëve në gjuhën shqipe, do të ishte shumë e bukur. Allahu të shpëlbeft Hoxh për shpjegimet e bukura. Të nderuar televizionistë, ishim me Hoxhin e nderuar Imam Ahmed Kalaja. Ritakojmë së në emisionet e ardhshme. Selam aleikum wa rahmatullah.